Dje në Tetov, zyrtarët e stacionit policor për siguri rrugore arrestuan 3 persona nga Tetova dhe rajoni i Tetovës për drejtim të automjetit me shpejtësi që të kalonte shpejtësinë maksimale të lejuar. Rreth orës 17:40 minuta në rrugën Tetov-Gostivar u arrestua SHF, 45 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit të trafikut dhe masave të ndërmarra, zyrtar policor evidentuan se i njëjti po drejtonte automjetin e pasagerëve BMW me targa të Tetovës me shpejtësi prej 180 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Dje në orën 17:50 minuta në rrugën Tetov-Gostivar u arrestua IS, 36 vjeç nga fshati Poroj, rajoni i Tetovës, sepse pas kontrollit të trafikut u evidentua se i njëjti po drejtonte automjetin e pasagerëve Audi me targa të Tetovës me shpejtësi prej 153 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale lejuar është 80 km/h. Dje në orën 10:19 minuta, oficerët e policisë arrestuan FI, 34 vjeç nga fshati Bogovin, rajoni i Tetovës. Gjatë një kontrolli trafiku u evidentua se ai po drejtonte një automjet pasagerësh BMW me targa të Tetovës me shpejtësi prej 153 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale e lejuar është 80 km/h. Të gjithë personat u ndaluan në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tyre do të ngrihet kallëzim përkatës, sipas nenit 297 të kodit penal, drejtim i pakujdesshëm i automjetit. Mbrëm në orën 22:20 minuta në departamentin e policisë në Gostivar, AV, 34 vjeç nga Shkupi, ka raportuar se rreth orës 20:15 minuta në rrugën Zhivko Brajkovski në Gostivar është sulmuar fizikisht nga një person, po merren masa për zbardhjen e rastit.